Ditën e dieshme, në datën 27 mars, Venusi retrograd për momentin u bashkoi me Neptunin në shenjën e Peshqve në gradën 29 dhe ky është një tranzit thellësisht emocional, i ngarkuar shpirtërisht, por që edhe mjegllon atë kufirin midis dashurisë, fantazisë edhe realitetit. Venusi retrograd na fton që të reflektojmë mbi marrëdhëniet, dëshirat dhe vlerat e së kaluarës, ndërsa Neptuni më shumë shpërndan ato iluzionet, amplifikon nostalgjinë tonë si dhe rrit dëshirën tonë për diçka idealiste, trascendente dhe të paarritshme. Dhe ky tranzit apo ky rreshtim planetar mund të na risjellë sërish në sipërfaqe dashuritë së kaluarës, emocionet e pazgjidhura, duke na detyruar që të përballemi me gjërat dhe t'i shohim ashtu siç janë, jo ashtu siç ne dëshirojmë që t'i shohim. Dhe në shprehjen e vet më të lartë, ky tranzit mund të zgjojë dëmshuri të thellë, dashuri të pakushtëzuar, njohuri shpirtërore, duke na udhëhequr drejt shërimit edhe drejt çlirimit, nëse ne i pranojmë gjërat ashtu siç janë. Nëse ne nuk i pranojmë gjërat siç janë, pra i shikojmë atë lenten roz dhe në rastin më të keq na çorienton, na josh duke na udhëhequr në zgjidhje të gabuara, në mashtrime, në iluzione të romanticizuara shumë që më vonë zbehen edhe e shohim që nuk janë realitet, po janë thjesht një ëndër. Dhe me Venusin afër gradës 29 dhe Neptunin që është po ashtu në gradën e 29, sepse në datën 30 Neptuni ndron shenjë, kalon te shenja e Dashit. Grada 29 është shkalla e fundit, është grada e fundit e tranzicioneve. Ky është një moment i fuqishëm për të dorëzuar, për të lëshuar atë që nuk na shërben më dhe për të përqafuar qartësinë.